Ekziston një barierë e re në aeroport që nuk ka të bëjë me bagazhin, por me autonominë e pasagjerit. Që nga ky vit, agentët e sigurisë kanë marrë udhëzime shumë të rrepta mbi verifikimin e identitetit dhe kushtet e shëndetit, të cilat po shkaktojnë një kaos të heshtur në terminale. Sot do të kuptosh pse dokumenti që ke përdorur për dekada nuk mjafton më dhe si të navigosh rregulloret e reja që kompania ajrore të mos ketë asnjë justifikim ligjor për të ndaluar të hipësh në avion. Imagjino të arrish në aeroport 3 orë para fluturimit, me valixhen gati dhe emocionin e atij udhëtimi që ke planifikuar për muaj. Arrin te sporteli, dorëzon identitetin tënd të përjetshëm dhe pa pritmas, agenti të sheh me një përzierje mëshire dhe ftohtësie, duke të thënë se nuk mund të hipësh në avion. Nuk është një sken filmi thrilleri, është realiteti që mijëra udhëtarë mbi 70 vjeç po përballen në këtë cikël të vitit 2026. Ekziston një barierë e re në terminale që nuk ka të bëjë me peshën e bagazhit tënd, por me një ristrukturim të thellë të autonomisë së pasagjerit që kompanitë ajrore nuk e kanë shpjeguar qartë. Që nga ky vit, agentët e sigurisë kanë marrë udhëzime të rrepta mbi verifikimin e identitetit dhe gjendjen shëndetësore, duke krijuar një kaos të heshtur. Zemra e kësaj stuje ligjore fillon me një ndryshim që shumë njerëz e injoruan plotësisht: zbatimi përfundimtar i identifikimit real, i njohur fonetikisht si realid. Që nga maji i vitit të kaluar, rregullat e administratës për sigurinë në transport, CESA, thonë se një patent shoferi standard nuk është më dokument i vlefshëm për të hipur në një fluturim brenda SBA-s. Për udhëtarët me përvojë, kjo ka qenë një kurth burokratik shkatërrues. Shumë e kanë rinovuar identitetin para 8 ose 10 vitesh dhe mendojnë se plastika është ligjore, por nëse nuk ka yllin e artë në cepin e sipërm djathtas, zyrtari ka urdhër të rrept për të ndaluar hyrjen. Nuk ka rëndësi nëse bileta është paguar ose je klient platini, pa verifikimin biometrik të përditësuar, sistemi të bllokon automatikisht para se të arrish te porta e hipjes. Por problemi dokumentar është vetëm maja e icebergut të strategjisë së filtrimit më agresive. Pika e vërtetë që kompanitë përdorin për të zgjedhur pasagjerët është vlerësimi i përshtatshmërisë për fluturim. Në këtë cikël, personeli i tokës është trajnuar me protokolle rigoroze vëzhgimi. Nëse agenti sheh shenja të vogla të çorientimit, mungesë ekuilibri ose vështirësi frymëmarrjeje, ai ka autoritetin ligjor të kërkojë një certifikat mjekësore të minutës së fundit. Kjo nuk është sugjerim, është një klauzol operative e sigurisë që i lejon kompanisë të ulë nga avioni nëse konsideron se mund të shkaktosh një emergjencë mjekësore në 30.000 këmbë lartësi. Shumë ndihen të diskriminuar, por ligjërisht kompanitë mbrohen me premisën e shmangjes së devijimeve të shtrenjta të fluturimit. Çelësi këtu nuk është vetëm të jesh i shëndetshëm, por të dini të projektosh siguri dhe të kesh dokumentet preventive gati para se dikush te sporteli të vendosë të kontestojë aftësinë tënde për të udhëtuar. Çfarë më parë zgjidhej me një buzëqeshje dhe një jam mirë, sot kërkon një strategji mbrojtëse që fillon shumë përpara se të dalësh nga shtëpia. Por prit, sepse labirinti i vërtet i sigurisë nuk mbaron te sporteli, por kur hap valixhen tënde të dorës dhe zyrtari gjen medikamentet e tua ditore. Kalimi i kontrollit të identitetit është vetëm hapi i parë, sepse provë e vërtet ndodh te banda e skanerëve me rrezë G, veçanërisht me farmacinë personale. Në këtë cikël 2026, Administrata e Sigurisë në Transport, CESA, ka forcuar protokollet mbi substancat e kontrolluara dhe lëngjet medicinale. Për një udhëtar mbi 70 vjeç, mbajtja e pilulave në një organizator javore të plastikës, ai që ka ditët nga e hëna deri të dielën, është kthyer në një rrezik ligjor të panevojshëm. Agentët tani kanë urdhër të kontrollojnë që çdo tablet përputhet me recetën aktuale dhe, më e rëndësishmja, që të jetë në paketimin origjinal të farmacisë me emrin tënd të lexueshëm. Kompani ajrore janë të zemëruara për vonesat që kjo shkakton, por nuk hezitojnë ta përdorin për të ndaluar hipjen nëse konsiderojnë se pasagjeri nuk mund të tregojë origjinën e medikamentit kritik. Imagjino zyrtarin që vendos të kontrollojë piklat për glaukom ose insulinën tënde, dhe nëse te i kalojnë 100 ml të lejuara dhe nuk e deklaron, protokolli aktivizohet menjëherë. Ajo që më parë ishte mirësjellje për të moshuarit, sot është një interrogim teknik ku duhet të shpjegosh nevojën dhe të prezantosh, sa më shumë të jetë e mundur, një kopje fizike të recetës. Por këtu është momenti kur njohja e rregullave të jep fuqinë. Ka një përfitim që pothuajse askush nuk e përmend dhe që është e drejtë ligjore. Nëse je 75 vjeç ose më shumë, ke të drejtë ligjore të kalosh te portali i sigurisë pa hequr këpucët apo xhaketat e lehta. Ky është një lehtësim fizik i madh, por zyrtarët nuk e ofrojnë gjithmonë vullnetarisht.
Duhet ta verbalizosh me autoritet. Kur e bën këtë, jo vetëm që kursen energji, por tregon që njeh të drejtat e tua dhe nuk je një pasagjer i lehtë për t'u intimiduar me teknikalitetet të fundit. Megjithatë, ka një burim edhe më të fuqishëm për ata që ndihen se distancat e terminaleve moderne janë një kurth i dizajnuar për t'i lodhur. Bëhet fjalë për shërbimin e asistencës me karrige me rrota, i cili në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një e drejtë falas me ligj. Truku që kompanitë urrejnë është se, nëse kërkon këtë shërbim 48 orë para fluturimit, kompania është e detyruar të caktojë një asistent që të çon drejt përparësisë në të gjitha rreshtat, përfshirë imigracionin dhe doganat. Nuk është vetëm një çështje komoditeti, është një mjet strategjik për të shmangur vëzhgimin vizual të agjentëve që kërkojnë çdo shenjë lodhjeje për të kontestuar aftësinë tënde për të fluturuar. Duke zotëruar këto kohë dhe duke njohur kufitë e inspektimit, diferencohet një udhëtar i frustrar nga një që navigon aeroportin me elegancë të plotë. Por kini kujdes, sepse sapo arrin te porta e hipjes, shfaqet sfida e fundit, e drejta për të hipur para të tjerëve pa paguar asnjë qindark shtesë. Arritja te porta nuk do të thotë se betejë ka mbaruar, sepse aty personeli i tokës bën filtrin e fundit vizual. Në këtë cikël 2026, kompanitë kanë përsosur një teknikë të vëzhgimit të heshtur ndërsa pasagjerët presin të ulen. Kërkojnë çdo shenjë lodhjeje ekstreme ose konfuzioni që u lejon të aktivizojnë klauzolën e sigurisë dhe të ndalojnë hyrjen. Megjithatë, ekziston një mburojë ligjore që pothuajse askush nuk e përdor për turp ose mosnjohje, e drejta federale për hipje të parakohshme për nevojë kohë shtesë. Sipas ligjeve për aksesin e pasagjerëve, nëse një pasagjer deklaron se ka nevojë për kohë shtesë për t'u vendosur ose për të menaxhuar një pajisje mobiliteti, kompania është e detyruar ta lejojë të hipë para grupit të zakonshëm të pasagjerëve. Nuk është një favor, është detyrim ligjor që të lejon të shmangësh shtytjen, nxitimin dhe vëzhgimin e qindra pasagjerëve që vijnë pas teje. Më e bukura është se nuk ke nevojë për një paaftësi të dukshme, mjafton të thuash qartë se ke nevojë për kohë shtesë. Kompanitë janë të zemëruara me këtë rregull sepse prish rrjedhën e hipjes dhe u heq mundësinë të shesin një vend në zonën e parë. Por ligji është i qartë, nëse pasagjeri kërkon, kompania duhet të pranojë. Duke hipur e para, siguron hapësirë për bagazhin e dorës, atë që përmban medikamentet kritike në paketimin origjinal dhe eliminohet stresi që shpesh shfaq shenjat fizike që agjentët përdorin për të kontestuar aftësinë tënde për fluturim. Është një strategji e zgjuar që të jep kontroll të plot përpara se kabina të mbushet me zhurmë dhe kaos. Por kini kujdes, sepse ka një detaj teknik me pajisjet e mobilitetit që këtë vit po lë shumë udhëtar në tokë. Nëse përdor një shkop, një ecës ose karrige me rrota personale, rregullat e reja në Shtetet e Bashkuara kërkojnë që këto pajisje të kalojnë skanimin për gjurmë shpërthyese në të njëjtën port nëse nuk u kontrolluan në filtrin kryesor. Nëse refuzon ose pajisja nuk është etiketuar që në sportelin e regjistrimit, agjenti ka të drejtën të ndalojë ngjitjen në kabinë, që në praktik do të thotë se nuk ngjitesh as ti të njohësh këto detaje të lejon të navigosh aeroportin si ekspert dhe jo si viktimë e sistemit. Por prit, sepse ekziston edhe një mjet i fundit mbrojtës që ekuipazhi i kabinës mban sekret dhe lidhet me çfarë ndodh sapo mbyllen dyert e avionit dhe je 10.000 metra lart. Pasi dyert mbyllen, autoriteti ligjor kalon nga agjentët e tokës te ekuipazhi. Në këtë cikël 2026, stewardesat kanë përgjegjësi më të madhe për mbikëqyrjen e pasagjerëve. Ekziston një mbrojtje e panjohur, e drejta për asistencë sigurie jo mjekësore. Nëse gjatë fluturimit ndihesh i shqetësuar nga presurizimi, ekuipazhi është i detyruar të të ofrojë kujdes prioritar dhe, nëse nevojitet, të riulsojë në një vend më të aksesueshëm për sigurinë. Kompania ajrore nuk e duan këtë, sepse ndërpret rrjedhën e shitjeve, por siguria gjithmonë është mbi fitimin. Duke informuar në mënyrë diskrete shefen e kabinës për nevojat e tua, aktivizon një protokoll vëzhgimi pasiv. Kjo garanton që për çdo turbulencë ose emergjencë je në radar përparësisht, duke siguruar që të mos injorohesh në mes të kaosit. Të zotërosh këtë rrjet rregullash dhe të drejtash tregon se të fluturosh pas 70 vjetësh nuk është ndalim, por një ushtrim informacioni të saktë. Ndërsa njeh ligjet e mbrojtjes së konsumatorit, kontrolli i udhëtimit mbetet në duart e tua. Njohuria është ajo që të lejon të kalosh rejat qiellin, pa lejuar që burokracia të bllokojë destinacionet e tua. Të jesh i informuar për këto rregulla është kyç për të kthyer çdo udhëtim në një përvojë autonome dhe të sigurt. Shpresojmë që kjo informacion të ndihmojë shumë për fluturimet e tua të ardhshme.
Nëse të pëlqeu të mësosh këto të dhëna, mund të na mbështesësh thjesht. Abonohu, lësho komentin tënd dhe na jep mendimin tënd. Të fala dhe shihemi në videon tjetër.